Po besoj gjithë keni pa lajmin e mirë që sot është bë ekzekutimi i pjesës së parë të pakës për përballje me inflacionin 2.0. Pjesa e parë pra ishin masat e mbështetjes së njëhershme me 100 euro për të gjithë fëmijët, si dhe të gjithë pensionmarësit që i plotësojnë kriteret. Krahas kësaj, pra kemi thënë që në fillim të javës do të bëhet publikimi edhe i formularëve për aplikim për studentët dhe për punëtorët e sektorit privat, pra që është pjesa e dytë e pakës për përballje me inflacionin. E tash mund ta ndaj lajmin e mirë me juve, pra që aplikimi për student tashmë është i hapur në platformën e-Kosova tek shërbimet kategoria familja. Pra hyni në e-Kosova, shërbimet kategoria familja, aty mund ta gjeni formularin për aplikim. Njëri formular është për studentët që janë shtetas të Republikës Kosovës, ndërkaq formulari tjetër është për ata që nuk e kanë në shtetësinë, mirë por që studiojnë në institucionet të arsimit të lartë në Kosovë. Aplikimi mbetet i hapur deri me datën 5 qershor, pra sigurohuni që gjitha dhënat jenë të sakta në mënyrë që të mos ketë gabime, sepse kjo pastaj krijon komplikime dhe mund të përfundoni duke mos përfituar, dhe njëkohësisht pra sigurohuni që edhe llogaria bankare është aktive. Faleminderit.